Namazi I natës, jo vetëm në Ramazan, ose gjatë muajit të Ramazanit, po edhe jashtë Ramazanit, është zakon e njerëzve të mirë dhe të devotshëm. Do thonë, falja e namazit të natës është tradit, është zakon e njerëzve të mirë, salihin, të devotshëm. Sepse këtë e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, alejkum bi qiyamil lejl, fa innehu da'bu salihin qablakum, wa qurbatun ila rabbikum, wa makfaratun li sejjiat, wa manhatun anil ithm. Dhe këtë hadith e ka bu Hasan, Imam al-Albani rahimullah. Hadithi është për mbajuni namazit të natës. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, për mbajuni namazit të natës, sepse ai është zakoni I të mirëve para jush. Ai është afrim tek Zoti juaj, shlyerje mëkateve dhe pengesë nga gjinahet. Do të thonë, në vend që të rish në TikTok ose në Instagram sot, ose budalliqe tjera, qohë dhe fal namaz natë. Të pengon prej atyre, do të thonë, gjënave të këqija. Të pengon prej mëkateve, këtë e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse I realizojmë këto dobi madhështore të namazit të natës, që u përmendën në këtë hadith vetëm, do të ishte mjaftueshme, do të ishte për neve si musliman e mjaftueshme, për me nxitu dhe me e praktiku këtë zakon. Që me nxitu dhe me fillu me e praktiku këtë zakon. Namazi I natës është prej cilësive të njerëzve bamirës dhe të devotshëm. Allahu I lartësuar thot: Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun. Përkthimi është padyshim, ata që I friksohen Allahut do të jenë në kopshte dhe burime, duke marrë atë që ua ka dhuruar Zoti I tyre, me që më parë kanë qenë bamirës. Ata falnin pak natën, ndërsa në agim kërkonin falje nga Allahu. Ndërsa në agim, do thonë natën e kalonin në namaz, larg shtratit, larg vendit ku e ka gjumin njeriu, dhe kur e përfundojshin këtë ibadet madhështor, në fund kërkojshin falje. Nuk e ndjeshin vetën në fund jam më I miri në këtë lagje, në këtë vend. Jo, në fund të këtij adhurimit madhështor kërkojshin falje. E përfundojshin këtë adhurim madhështor duke I kërkuar Allahut subhanahu wa taala falje. Thot dietari I madh Sheikh Abdulrahman as-Saadi rahimahullah. Do më thonë, në tefsirin e tij, dhe në kohën e Sifyrit, që është pak para agimit, ata kërkojnë falje nga Allahu. Ata zgjatën namazin e tyre deri në Sifyr. Pastaj, në përfundim të qiyamit të natës, ulen duke kërkuar falje nga Allahu. Kërkimi I faljes në këtë kohë ka një vlerë dhe veçori të posaçme, që nuk e ka ndonjë kohë tjetër.